Unë nuk jam prej atyne nanave që nështë një ditë ose sot kur i shoh vajzat i thom unë ju kom rrit juve. Është e bukur, po është edhe diqysh e dhimbshme. Kur e menon sa shpejt kanë kalu, do të thot të merr malli pak, edhe ka njëherë edhe habitesh, ajden. Lindja e vajzave, do të thot i kom 2 vajza, ato ma kanë ndryshu komplet pikpamjen për jetën. Është e vërtet që nështë i kom lind shumë e re, po ne jemi rrit bashk. Unë nuk jam prej atyne nanave që nështë një ditë ose sot kur i shoh vajzat i thom unë ju kom rrit juve. Në të njëjtën kohë unë them ju më keni rrit mu, qatë që ju kom rrit edhe unë juve. Shumë gjana i kom kuptu prej vajzave, do të thotë kur e kom pa një vetit keqë ose diçka keqë që mundën të mi ndodhë vajzave të mija, ndoshta në një kohë kur unë kom qenë e vogël e veç na ka ndodhë neve si fëmi, edhe kom thonë e kom kuptu aty, do me thonë kom reflektu, kom thonë a kisha dashtë unë që kemi ndodhë vajzës teme, jo kur. Do të thotë ne pas kemi qenë edhe fëmi, na i herë të lëndume, të anashkalume, ndoshta shpesh herë të bulizum, të pambrojtun, sepse kemi qenë të rrethuar në qasi rrethana, qasi lloj jete, ku njerëzit pak kanë pas za me ngrit për të afërmit e tyne. Këto i kom përballu shumë lehtë, sepse ndoshta ajo freskia, ajo rinia me 20 vjet, ti i merr gjanat pak ma thjesht, ma lehtë. Kurse tash që jo rrit, unë vajzën e kam 18 vjeqe, tjetrën e kam 16. Sa shumë, apo duket shumë shpejt, kështu Kaltrin? Këto janë, unë menoj që dje ka ndodhë. Edhe është e bukur, po është edhe diqysh e dhimbshme. Kur e menon sa shpejt kanë kalu, do të thot të merr malli pak, edhe ka njëherë edhe habitesh, ajden, çuditesh me veten. Çuditesh me jetën sa shpejt po kalojnë vjet. Edhe shumë herët sa vjeqe i buna? 20? 21. 21, okej. Po, 21 vjeqe. Bash, para mendo, nuk janë pak vjet, për njëkohësisht duke që dje ka ndodhë dhe mira është që mundosh me i shiu bashkë të cilin moment. Kaltrin, ç'është është konceptin dashni? Çka është dashuria për ty? Në sytë e Kaltrinës? Dashuria nuk e di. Dashuria është temë e gjanë, absolut jo. Sakrificë nuk mendoj që duhet me qenë sakrificë negative. Mirë po një sakrificë pozitive, normalisht që po, se gjithmonë unë edhe ti nuk mundemi me pas të njajtin mendim, të njajta zgjedhje.